Dalja e Glitakus nga shtëpia e Big Brother Albania VIP 4 padyshim që shkaktoi polemika të shumta. Ajo shtëpi nuk është më e njëjtë pa të, dhe interesimi i publiku për të mësuar se si është apo çfarë bën Egli është në shifra të larta. Këtë e tregon dhe Instagrami i saj, ku në vetëm pak ditë është rritur me 133.000 ndjekës të rinj, një shifër e çmendur që asnjë banor tjetër nuk e ka arritur. Portali Kryefjala ka nxjerrë një foto sot, ku duket që Egli është në jugun e Shqipërisë, për të relaksuar, le të themi, pas të gjithë situatës së rënduar që kaloi në shtëpinë e Big Brother Albania. Shumë po komentohet që ajo mund të rikthehet. Po pse duhet të rikthehet Egli në atë shtëpi? Çfarë do t'i bëjë ajo Lojës? Ose më saktë, çfarë do t'i bëjë ajo Xhestit? Do të jetë një armike apo do të luftojë sërish për dashurinë? Kjo e dyta nuk ka sens, pasi ajo, për sa kohë ishte brenda shtëpisë, luftoi me të gjithë kartat e saj, luftoi me të gjithë shpirtin e saj për të pasur, le të themi, raportin dashuror që kërkonte me Xhestin, por ky i fundit nuk ja dha as në çastin e fundit që ajo ishte në atë shtëpi. E nëse kthehet si armike, ndoshta do të marrë një qëndrim që publiku nuk do ta pëlqejë. Ndaj për mua, ky aludim ose këto fjalë që po thuhen në rrjetet sociale, por edhe nga personazhe që ftohen në panelin e emisione janë të kota, por sigurisht që Egli është në maj dhe për të po diskutohet shumë dhe interesi është tejet kufishëm shumë i lartë, ndaj dhe hidhen të tilla aludime për një rikthim të saj ose nëse ajo është gati për të rikthyer në shtëpi. Nga ana tjetër, një moment shumë i komentuar në prajmin e së shtunës ishte padyshim kutia e Pandorës që u dha në dorë Gertës. Shumë e kanë cilësuar si një zgjedhje të gabuar ose si një lojtari të dobët që ajo futi në një nominim kokë më kokë 3 personazhe si Rozanën, Laertin dhe Amberin, dhe kjo e fundit doli nga shtëpia e Big Brotherit. Por për mua nuk është një nominim i dobët, por një nominim që tregon dhe njëherë që ajo është një lojtare e ftohtë në lojë. Nuk zgjodhi Xhestin, e nëse do ta zgjidhte, 2 të tjerë që do të shpotonin, padyshim që do të ishin finalist, dhe ajo nuk do që t'i japi këtë pushtet as secilit prej tyre, por do që të jetë ajo në finale dhe pse jo për ta fituar këtë edicion. Nga ana tjetër, në një sondazh që Top Channel ka publikuar për herë të parë se kë do donim ne fitues, padyshim që Xhesti është i pari me 1% të lartë, por vendi i dytë kush është? Është pikërisht Gerta, edhe pse kritikojnë që nuk bën asgjë në atë shtëpi, që është një lojtare e dobët, publiku e shikon atë si fituese. Në vendin e tretë është Rozana dhe në të katërtin Laerti. Pra, këta do të jenë ndoshta dhe 4 finalistët, por jo ndoshta, por këta do të jenë dhe 4 finalistët nëse nuk do të kemi 5, por me shumë siguri do të kemi 5. Pra Xhesti, Gerta, Rozana, Laerti, nëse do të jetë ende në çift me Valbonën, edhe ajo do të shkojë në finale. E personazhi tjetër që mund të shkojë në finale për ta kompletuar të 5 që po e them për herë të parë, patyshim që do të jetë Loredana, e cila ka trëzuar rrjetet jo me skandale, por me humor dhe me meme që si askush tjetër ajo po e bën në këtë edicion. Ai sa edhe në prajmin e së shtunës ju dha një klip pikërisht për këto momente gazmore që ajo bën për të gjitha ironitë e bukura dhe memet që ja ka poshtuar rrjetet sociale. E kush do të largohet nesër mbrëma, unë mendoj që do të largohet Selo, pasi nuk po i jep më asaj shtëpie, nuk ka më dinamika dhe nuk ka më lidhje, le të themi, për të avancuar lojën e tij, pasi të gjitha fishekët dhe të gjitha kartat i harxhoi që në ditët e parë të qëndrimit në atë shtëpi.